Siç dihet, me miratimin e ligjit për të drejtën e informimit për dokumentet e ish sigurimit të shtetit në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, në prill të vitit 2015, si dhe me zgjedhjen e antarëve dhe të kryetarës së autoritetit në nëntor të vitit 2016, Shqipëria ndërmori një hap historik për të përballur me hapur me të kalurën jo të largët. Ky hap nga institucionet vendimmarrëse të shtetit shqiptar mundësoi çastjen e qytetarëve në dokumentet që lidhen me jetën dhe fatet e tyre. E ky hap rrjedhimisht solli një kulturë transparence, pse jo edhe llogaridhënie e reflektimi shoqëror. Për institucionin ton, i cili prej shtatorit të vitit 2025 ka një marrëveshje të nënshkruar të bashkëpunimit me këtë autoritet, ky është një moment i rëndësishëm. Bashkëpunimet e tilla na japin mundësinë të forcojmë kërkimin shkencor, të avancojmë çastjet pedagogjike dhe të kontribuojmë në formimin e një qytetarie të vetëdijshme dhe të përgjegjshme. Shqipëria si shoqëritë që kanë kaluar përvoja diktatoriale apo autoritare përballet me një sfidë të dy fish. Nga një anë nevojën për të ndërtuar institucione demokratike funksionale, por nga ana tjetër detyrim moral po dhe shkencor për të përballur me trashëgiminë e dhunës shtetërore, që ka qenë jo pak po 45 vjet. Këtu e vërteta historike nuk është thjesht një çështje akademike, po dhe një besim i publikut për rendin demokratik dhe institucionet e tyre. Një ndër filozofët që ne kemi shumë për zemër, Hannah Arendt, ka theksuar se e vërteta faktike përbën bazën e gjykimit moral dhe të veprimit politik. Ndryshe nga e vërteta ideologjike apo opinionet që prevalojnë dhe janë trashëguar nga e kaluara, e vërteta e faktike mbështetet mbi dokumentin, mbi dëshminë, mbi verifikimin. Regjime totalitare nuk synojnë vetëm të gënjejnë, dhe ne e dim që ato gjithmonë duan të gënjejnë që të legjitimojnë veprimet e tyre, por duan dhe të shkatrojnë vetë konceptin e të vërtetës, duke zvendësuar atë me narrativa të prodhuara nga pushteti. Si e bëjnë ato dhe ju e dini, nga një anë e pengojnë të vërtetën përmes censurës, nga ana tjetër përmes propagandës shpërndajnë narrativën që ju leverdis atyre. Prandaj rikthimi i së vërtetës pas diktaturës është një proces i ndërlikuar, por dhe i domosdoshëm. Shqipëria dhe Kosova, të dyja shtetet kanë pasur përvoja represioni të natyrave të ndryshme, por ka dhe një përgjegjësi të përbashkët për ta përballur këtë të shkuar. Shqipëria nga viti 44 deri në vitin 91 përjetoi një diktaturë totalitare të tipit stalinist, të karakterizuar nga izolim ekstrem, centralizim absolut i pushtetit, përdorim sistematik i dhunës shtetërore. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të veçantë për zonjën Sula dhe ekipin e saj, jo vetëm për angazhimin e vazhdueshëm drejtimin e një institucioni me peshë jashtëzakonshme publike, por edhe për gatishmërinë për dialog ndërinstitucional, shkëmbim përvojash dhe bashkëpunim të qëndrueshëm shkencor. Prania juaj këtu sot është dëshmi konkrete se puna me arkivat e skaluarës nuk është vetëm çështje administrimi dokumentesh, por akt përgjegjësie morale, shkencore dhe qytetare. Instituti Albano Rrezik e vlerëson lart bashkëpunimin me institucione që punojnë kufirin delikat ndërmjet kujtesës, historisë dhe etikës publike.